Sekuestrimi magazinës me drogë në ish Pularinë e Rrëshenit, operacioni i policisë dhe lëvizjet në komisariatin e Lezhës pak ditë pas gjetjes së drogës për kryedemokratin Lulzim Basha janë një tjetër fakt që tregojnë kanabizimin e vendit nga Edi Rama. Ky është një shtet i banditizuar në çdo qelis. Për pazaret e drogës nuk po luftojnë më vetëm bandat me njëra tjetrën, po lufton dhe shteti brenda shtetit. 3 ton drogë kanë kapur në ish Pularinë në Rrëshen. Prej 4 apo 5 orësh e mbanin të rrethuar dhe nuk guxonte të hynte policia. Policia Rrëshenit kishte braktis operacionin. Policia e Lezhës nuk guxonte të hynte. Ky është treguesi më i qartë i kriminalizimit të shtetit e të policisë nga Edi Rama. E ka vënë në funksion të padronëve të drogës. Ka tregues më të qartë se kush është i zotit drogës e kush tjetër përveç Edi Ramës. Basha akuzon Ramën se në justifikimin se nuk ka para, nuk krijon vende pune, ndërsa lë fermerët pa subvencione. Pse pas ke lekti për t'i dhënë Vil Manushit 1.7 miliard, 134 milion dollar tjera i kanë marrë 11 kombëtarja e korrupsionit. 2 herë, vetëm muajin që sapo lan mbrapa, ka marrë charterin 80.000 euro për në Bruxelles, 85.000 euro për në Hamburg. Qoftë se vendi duhet të shohë një ditë bardhë, kushti numër 1 është largimi i kësaj qeverie, largimi i këtij kryeministri. Akuzat e Bashës u bën gjatë takimit me drejtues të strukturave Dega 12 në Tiranë, ku ai tha se zgjidhja e vetme është largimi i Ramës.